Arlind, pse po bëhet gjithnjë më e vështirë për të rinjt për të pasur një apartament? Po sepse çmimet e apartamenteve janë rritur shumë herë më shpejt edhe goxha më shumë se sa paga mesatare. Të rinjt janë ata që nuk kanë përfituar nga politikat e vjetra sociale. Për shembull, brezi prindërve të mi është bërë pronar një apartamenti me 200.000 lekë vjetra në vitin 1992. Brezi fëmijëve tyre që jam unë sot, brezi im, po sidomos ata më të ri se unë, jetojnë kushte ku ka një spekulim të jashtëzakonshëm imobiliar, ku paratë e pista i kanë disafishuar çmimet e banimit në pak vite. Dhe sigurisht çmimi i banimit në Tiranë rreth parë për ta blerë një apartament dhe pastaj edhe për ta marrë me qira është mjaft më i lartë se sa ekonomia reale e qytetit. Kështu që pa luftuar pastrimin e paras, pa luftuar spekulimin imobiliar, pa luftuar oligarkinë e ndërtimit dhe mbi gjitha pa luftuar këtë shtet funde kryet korruptuar që është ortak me çdo faktor regresiv në shoqërinë shqiptare, nuk mund të ketë strehim të përballueshëm as Tiranë dhe sigurisht as Shqipëri. Faleminderit.